Po I kthejmë pak historisë tënde personale. Pse u larguan nga Shqipëria duke heqë dorë nga detyra e gjyqtarit? Kishte ndonjë pakënaqësi ndaj sistemit apo çfarë ndodhi kjo? Faleminderit për këtë pyetje. Unë shërbeva si gjyqtar deri në 2010-ën, kur në 2010-ën më mundsua për shkak të çmimit Chevening të ofruar nga ambasada britanike për të shkuar për të kryer një master në Britani të Madhe, dhe pas kthimit unë isha me shpresën për të kontribuar në sistem. Në atë kohë ambasadoria britanike I dërgoi një letër gjithë anëtarëve të KLD-s të asaj kohe për promovimin, meqense po vija dhe nga një kisha kryer dhe studimet e masterit pikërisht për të drejtën evropiane dhe synimi ishte për me kontribu. Por sigurisht që nuk më dhaj mundësi. Domethënë qoftë kërkesat për promovim, qoftë kërkesat për të kaluar pastaj në gjykata që mund të kontribuoja më shumë, nuk ma mundsuan më pastaj qëndrimin në sistem. Pra problemi I mos qëndrimit në sistem kishte të bënte me sistemi asaj kohe e linte gjyqtarin pa dinjitet në çdo kuptim. Në kuptimin duke nisur që nga paga, domethënë nuk e di sa e ke idenë se sa paguaj një gjyqtar para reformës, po ta them nëse nuk e ke, ishte diku te $500-600 në vit. Domethënë dhe të shkoje ku kishte nevojë atë dheu. Domethënë jam I sigurt që ti si gazetar merrje 2-3 herë më shumë, apo çdo gazetar tjetër. Kështu që imagjinoje pak dhe do shkoje ku kishte nevojë atë dheu me kostot e tua. Domethënë imagjinoje pak një gjyqtar që mund të jetonte në Tiranë siç isha unë, atë dheu kishte nevojë që të ikja 200 kilometra çdo ditë, duhet të veja të vija, apo nëse do rija atje gjitha shpenzimet I kishte vetë, në fund bëje një llogari që nuk arrije do të mbijetoje me dinjitet po flasim. Dhe zgjedhja që gjyqtarët kishin ose të ishe në kushtet e mbijetesës, ose të zgjidhje të ikje, ose të korruptoheshe. Këto ishin 3 opsionet. Unë zgjodha këtë të mesit, zgjedha të ikja nga sistemi sepse nuk doja të bëja asnjërin as tjetër. Pra, dikur sistemi ju detyroi në një farë mënyrë të largoheshit. Por tani që jeni larg, në fakt keni kandiduar disa herë për institucionet kushtetuese. Pse mendon të kthehesh? A mendon se tani a jeni skualifikuar padrejtisht duke mos u zgjedhur, dhe a mendon që tani sistemi meritokracinë ka të ndërtuar që keni shpresë që të bësh të kthehesh duke u lidhur me atë se për çfarë arsye ikët? Faleminderit dhe për këtë pyetje. Në fakt unë jam nga ata që mendoj që kontributi I jot I imi I gjithë diasporës në lidhje me Shqipërinë duhet jetë I mirëpritur dhe duhet jetë atje gjithmonë. Duke parë nga ky parim, sigurisht prandaj e konsideroj si kontribut te pjesa e reformës, gjatë reformës, post reformës, por edhe për hyrjen në institucion dhe drejt përfshirë pyetjen që bëhet. Kështu që është e vërtetë që unë kam aplikuar për gjyqtar gjykatës kushtetuese, po për shkak të rrethanave kam hequr dorë nga aplikimi apo e kam lënë procesin në mes që lidhen me rrethana personale më shumë se sa që më krijuan se sa me skualifikimin, pra ishte heqje dorë. Megjithatë, a e shoh unë ende gjykatën kushtetuese apo gjykatën e lartë shqiptare apo institucionet e drejtësisë shqiptare si një vend ku mund të kontribuoj në të ardhmen? Besoj që po, sepse mendoj që sistemi I drejtësisë tashmë siç është ndërtuar mund të ofrojë një ambient më dinjitoz krahasuar me atë që ishte, dhe sigurisht dhe kontributi besoj duke qenë në këto institucione më të larta mund të jetë edhe më I dukshëm atje. Këtë e konsideroj si pjesë të kontributit, jo sepse është një domosdoshmëri për mua për të lëvizur nga këtu ku jam për të shkuar atje. Përkundrazi do të ishte në fakt një barë e shtuar për mua dhe antarët e familjes kjo lëvizje mbrapsht për 15 vjet, pas 15 vjetësh që jam këtu. E kuptoj në fakt, sepse ju sot keni ndërtuar jetën në Kanada. Keni përveç asaj keni mbrojtur edhe doktoraturën dhe disa diploma të tjera në fushën juridike. Sa e vështirë ishte kjo rrugë dhe çfarë duhet ndjek një student nga Shqipëria për të konvertuar diplomën shqiptare dhe për të studiuar në Kanada apo edhe për të përshtatur me sistemin në Kanada? Si mund të na tregosh eksperiencën tënde? Sigurisht që nuk ishte një rrugëtim I thjeshtë, sidomos kur vije le të themi me një background të tillë dhe me një
dhe pozicion punë të tillë. Domethënë në Shqipëri duke mbaruar juridikun, shkollën e magistraturës, master në Angli, tjetër master në Universitetin e Tiranës, që le të themi apo duke qenë në rolin e gjyqtarit dhe pedagogut, le të themi nga pikpamja e edukimit dhe karrierës, çfarë tjetër mund të prisje dhe doje nga Shqipëria. Çështja është që momenti i lëvizjes këtu, pavarësisht të gjithës kësaj pakete, do të ishte, le të themi, sfidë nga fillimi për të vendosur këtu. Kështu që unë patjetër duhet kaloja në procesin e ekuvalentimit të diplomave, në procesin e njohjes, harmonizimit të diplomave dhe sigurisht kryerjen e diplomave këtu për të mundësuar edhe licencimet e mundshme këtu pastaj për të punuar qoftë si avokat apo qoftë si pedagog në universitet. Kështu që kryerja e doktoraturës në Kanada ishte, le të themi, hapi i parë që unë bëra pas erdha, sepse mua më ofrua në fakt një kontratë pune 6 vjeçare si pedagog në universitet direkt, që me ardhin në Kanada dhe duke kryer dhe doktoraturën të njëjtën kohë. Kështu që ardhja ishte e tillë dhe sigurisht pastaj pas marrimit të doktoraturës dhe ishte vështirë ekualentimi i diplomës. Për një jurist është më e vështirë se sa le të themi për një inxhinier apo për një të shkencave eksakte, për vetë arsyen e vetë kuptueshme që janë shkenca nacionale, shkencat e ligjit. Sepse ligji në Shqipëri është ndryshe nga Kanada, këtu do ta fillosh nga zero pjesën e njohjes së ligjit kanadez. Fakti që vija dhe nga një diplom master nga Britania e Madhe që është common law system, sigurisht ma lehtësoi rrugtimin për këtej, por natyrisht që duhet ta nisi nga fillimi. Kështu që ajo që unë bëra dhe që unë i këshilloj edhe klientëve të mi që më këshillojnë, që më kërkojnë ndihmën për këshillimin e karrierës, sidomos jo vetëm për juristët, por edhe për te, po me që po flasim për juristët, patjetër që rrugtimi do të ishte njohja, ekualentimi i diplomës, bërja e lëndëve shtesë që do duhet për të njohur legjislacionin kanadez, pastaj kryerja e licencimit dhe puna në fushën e ligjit dhe nuk është e pamundur, sigurisht që është sfidë e cila më kërkon vite angazhim, por jo e pamundur. Në fakt, në vazhdën e asaj që tha që shumë klientë kërkojnë konsultime